Një operacion I koduar Blue Punisher çoi në pranga 2 persona në kryeqytet, të dyshuar për prodhim dhe shpërndarje të ekstazisë. Bujar Lezo, 59 vjeç, dhe Elvis Lezo, 42 vjeç, Xhaxha dhe Nip, operonin prej disa kohësh në rrjetin e drogës, duke importuar lëndë nga Italia dhe duke përgatitur atë në banesën e tyre në zonën e Alidemit në Tiranë. Policia bën me dije se lënda narkotike, kryesisht kokër ekstazie dhe pluhur për përgatitjen e saj, përndahej kryesisht në lokalet e natës, ku një kokër shitej rreth 3000 lekë të reja. Emri I operacionit erdhi nga mbishkrimi që mbajnë kokrat e ekstazisë, të cilat shërbenin si identifikues I produktit të tyre. Elvis Lezo dyshohet të ketë lidhje me një grup të dytë në Itali dhe ka precedent penal, pasi është dënuar më parë me 8 vite burg në shtetin fqinj. Gjatë kontrollit në banesë, policia sekuestroi 2200 tableta dhe lëndë të dyshuar narkotike ekstazi dhe 2 celular që përbëjnë prova materiale të rëndësishme për hetimin. Materialet hetimore ju referuan prokurisë për veprimet mëtejshme ligjore, ndërsa autoritetet po punojnë për të zbuluar të gjithë rrjetin dhe bashkëpunëtorët e mundshëm.